Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar procedurat nëpër të cilat kaloi në dogan para se të shpallej non grata nga Greqia. Ai theksoi se oficeri i kufirit e veçoi atë dhe pasi i bëri disa pyetje, i bëri foto, i mori shenjat e gishtërinjve dhe i skanuan retinën e syrit. Oficeri i kufirit më tha: "Po shoh këtu në sistem që kemi problem, duhet kalush në vijën e dytë se s'ta jap pasaportën, duhet shkosh atje të marrësh pasaportën." Në vijën e dytë ishte një oficer tjetër, i cili bëri në fillim disa pyetje për generalitetet. Pastaj, pyeti: "Ti e ke bërë këtë historinë?" Duke filluar që nga masakra e Peshkpis. Pastaj kishte zhvarrimet e Kosinës, ato të ushtarëve grek, pra varrezat e ushtarëve grek, deri te ngjarjet e fundit me Kacifasin dhe këto me Belerin. Ai bëri vetëm pyetje. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte se kur kalova në vijën e dytë, ai më kërkoi që të lë gjurmët e gishtave dhe të bëj foto dhe retinën e syrit. Dhe e di shumë mirë se për çfarë duhen këto. Dhe atë moment i them që unë nuk jom kriminal. Unë e dyta, i thash nuk di të kem ndonjë proces penal në Greqi. Ai tha jo, nuk ka lidhje me këtë, është thjesht procedurë. Mbaroi me ato, më la aty në pritje dhe më tha se do të vinte ai i emigracionit. Tregon Hoxha për A2CNN.